Kallëza jonë ka një fytyrë të këndshme, flokët i ka të verdha dhe faqet e kuqe. Jam kallëz e ardh me fustan të verdh, fushave të shatit piqem unë në verë. Vina të kombajnat, korin e veshin, prapa kalamajta, por si zogjerin. Fusha flan në kokoro, kanë këndojnë për mua, duar punatore ho, o sa fort i dua. Mirë ditë, Arabel. Ke ardhur të shohësh shkollën? Në të vërtet, Arabeli ka ardhur për të rrëmbyer në një kallës. Shoqet e mia të gjitha shkuan me autokombajnen. Vetëm unë beta këtu. Po nuk do të rri shumë. Sa të vinë fëmijët që të më marrin? Nga kjo gjë Arabelit nuk i erdhi mirë, se ai e donte për vete kallëzën. Arabel, unë dua të shkoj tek fëmijët. Të lutem, Arabel, më ço tek fëmijët. Sikur ata të kishin arritur më parë. Por ata tani janë larg e s'më shikojnë. Dhe vërtet fëmijët mezi dalloheshin së këtemi. Kaq larg kallëza s'ki shipur kur. Për një çast ajo u dëfrye kur pa fshatin e bukur, me shtëpi të bardha e qatit kuqe midis pemëve të blerta. Tutje malet me taraca e atje rrezë pyllit dhënte bardha që kullosin. Ai sa për një çast e haroi ku ndodhej, po Arabeli ish aty. Ati ju kujtua një vajzë e vogël e llastuar dhe menjëherë mendoi me dinakri. Do ta çoj kallëzën tek ajo. Dhe e mori fluturim. Kallëza u dëshpërua shumë. Sa ju dhimbs copa e bukës që i kishin falur kallëzat shoqet e saj, kësaj vajze mos mirënjohse. Mos mirënjohse. Unë një fëmijë, ata më duan shumë. Pse vetëm kjo vajzë llastuar banon këtu? Dëgjoj, Arabel, fëmijët e tjerë më duan shumë. Ata janë të mirë dhe han të gjithë copën e bukës. Më ço të lutem në kopshtin e fëmijëve. E çfarë të bënte Arabeli tani? E kishte marrë uria e si pritej t'i hante kokrat e shishme të grurit. Por, që kushtonte t'i plotsonte dëshirën për të fundit e erë? E mori pra kallëzën e vogël dhe shkuan te kopshti i fëmijëve. O, që drek të shishme han ata, dhe sa mirë han, pa lënë as edhe një thërim me buke, dhe jo si që bënte ajo vajza e llastuar. Kallëza e grurit, kallëza e grurit. Shikoni, shikoni Arabelit. Arabeli u tremb dhe iku, ndërsa kallëza e vogël nuk mbeti vetëm. Më në fund ajo ndodhet pranë fëmijëve të dashur, ashtu siç kishte ëndërruar.